Poseduesit e automjeteve në Lezhë nuk do kenë më nevojë të udhëtojnë drejt Laçit për pagesën e taksave, rinovimin e dokumenteve apo marrjen e shërbimeve të tjera. Kjo pasi në qytet është hapur një zyrë drejtorisë së përgjithshme të shërbimit të transportit rrugor. Rreth 35.000 posedues mjetesh pritet të përfitojnë nga ky shërbim i ri, duke ushqyer kohë, shpenzime duke shmangur radhë gjata. Tashmë të gjitha procedurat mund të kryen në një ndalesë vetme pranë Bashkisë Lezhë. Specialisti i kësaj drejtorie, Altin Shota, shpreh se hapja e kësaj zyre është pritur shumë nga qytetarët dhe konsiderohet një lehtësim i madh për ta. Prej disa ditësh, Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor Lezhë ka hapur filialin e tij të shërbimeve në Lezhë. Këtu ofrojmë shërbime të tipit taksa dhe automjetit, rinovimin e patentave, gjobat e kolaudimit, patenta ndërkombëtare, leje ndërkombëtare. Qytetarët e Lezhës dhe rrethinave të tij nuk kanë arsye të shkojnë më në Laç për të paguar taksat dhe rinovimin e patentave. Këtë shërbim i ofrojmë në zyrën e shërbimit në Lezhë. Kjo është një ndihmë e madhe që bëhet qytetit dhe qytetarëve të Lezhës për të mos vajtur më në Laç për të mbajtur paratën për të paguar taksat dhe rinovimet e patentave dhe shërbimeve të tjera që ne ofrojmë. Kjo është pritur në mënyrë entuziaste nga qytetarët, për sa kohë kryhet shërbimi që duhet ta kryejnë në një qytet tjetër, kurse në kohën, kurse në veprimin, qarkullimin nëpër qytet tjetër. Ndërkohë zyrtarët bën me dije se sportelet janë pajisura për të ofruar një gamë të plotë shërbimesh duke përfshirë regjistrimin e mjeteve, ndryshimin e pronësisë, pajisjen dokumentacionin përkatës dhe konsultimin për çdo procedurë të nevojshme.